I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something not as logical. Make yourself unstoppable, use your irresponsible, but the whole is possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several pages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough
Emër Tatit të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jesu Krisht, dashuria kryeta dhe ndikimi i Shpirtit të Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vëllezër dhe motra, përfillojmë mishën shenjtë. Këtë mishë ja përshtoj Zotit për Palin dhe Kristinën, të cilët gjatë kësaj mishë do të pranojnë sakramentin e koronës së shenjtë. Pra, fillojmë jetën sakramentale, prandaj lutim Zotin, që Zoti të bekon jetën e tyre, që të kenë jetë gjatë dhe të lumtur. Ata sot do t'i premtojnë njëri tjetrit dashuri dhe besnikëri. Prandaj t'i lutemi Zotit që gjithmonë këto premtime që ata sot do t'i japin njëri tjetrit, mund edhe t'i realizojnë në jetën e tyre bashkëshortore. Lusim Krishtin që t'ju ndihmon gjithmonë dhe ta kenë mbështetje dhe në përkapje në realizimin e gjitha dëshirave të tyre. Prandaj ju ftoj edhe juve që këtë dhuratë që Krishti na ka dhëruar, që është misha shenjtë, misteri më i shenjtë që kemi në besimin tonë, që e kremtojmë kishën
e shenjtë, që t'ja përshëtoni Zotit për të, që Zotit të bekon jetën e tyre. Prandaj përdojmë për gjitha mëkatet tona, kërkojmë falje për to, për të qenë sa më të denjë për të kremtuar këto mistere të shenjta. Po i rafehem, kjo të gjithë po shversha, dhe juva vlezër e mbotra, se kam gatnuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime, për fajin tim, për më të madhen fajin tim. Prandaj po i porositëm se lumës Mari gjithmonë virqe, të gjithë engjëjve, shejtërve, dhe juva vlezër e mbotra, që të luteni për mua, Zotit hyuto. Ky i gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne në falë të mëkatet tona dhe në përcjellët në jetën e pasosur. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o ky i gjithë pushtetshëm, që këta shërtër të tu, Pali dhe Kristina, që po lidhen në sakramentin e martesës, të përparojnë në fejnë qërfejnë e të pasërojnë kishën në fëmijet e tyre. Në për Zotin tonë, Jesu Krishtin, birin tanë, që në ty ata në mbretnon në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lexetët e letrës së parë në gjuhën e apostëve të dashur të tuam të sepse dashuria vjen nga ky, dhe secili që ka dashuri ka rritur prej hyjet e një. Kush nuk ka dashuri nuk e ka njohur hyjen, sepse hyjet është dashuri. Ja si dërtua dashuria hyjet e një. Hyjet e gajit në botë një të vetë në vindin e vetë, që ne të jetojmë në sajet të tij. Dashuria përballet në këtë. Jo se ne të kemi dashur hyjet, por ai na ka dashur dhe ka dërguar birin e vetë se ti pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse hyjë na ka dashur ashtu, edhe neve na duhet ta duam njëri tjetrin. Hyjë na skur askush nuk e ka. Nëse të duam njëri tjetrin, hyjë mbetet në ne dhe dashuria në ne është e përgjithshme. Fjala e Zotit.
të duam njëri tjetrin sikurse Ky na ka dashur ne. Zoti qoftë me ju. Dhe cilën qitë të shek sipas mëtej. Në kohë një mësuesi që e pyeti Jezusin për ta vënë në provë. Mësues, cila është më i madhi në ligj? Jezusi përgjigj: Tuaj Zotin vetëm me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është më i madhi dhe i pari o ty. I dyti është i barabartë me te. Duaj e ta afërmin tënë përsi me te. Në këtë dy udhërim e varet të tërë ligjet dhe profetit. Fjala e Zotit. Tani do të qëndrojmë në këmbë dhe do të vazhdojmë në ndarjen e sakramentit të koronës së Shpirtit. Për të dashur faktë dhe Kristina, e lirarë për të shtëpi të Zotit, që dashuria e juaj përgjësët të Zotit me punën e shenjtë parabashkësuese të Krishtit të para kësaj bashkësimi. Këtë dashuri Krishti e bekan me begati. Ai pasëron dhe i përcën ata që i ka shërbëruar me pagëzim një sakrament të veçantë, që njëri tjetrin të januaj besnikrinë e përhershme dhe t'i banë mbi vete të tyra tjera të martesës. Prandaj, para kishës për ju pës për qëllimin tuaj. Palë dhe Kristina, a keni ardhur këtu bashkë të rrugim që me lirit të plot të bëni koronë shenjtë. A jeni të gatshëm që gjatë tërë jetës suaj të martesë të duani dhe të nderoni njëri tjetrin. A jeni të gatshëm të pranoni prej hyjt me dashuri fëmijët dhe të edukoni sipas ligjit të Krishtit dhe të kishës së tij. Pra pasi keni vendosur ditën e koronën e shenjtë të martesës, jepjeni njëri tjetrit dorën e djathtë dhe para hyjt e para kishës së tij shprehni pëlqimin tuaj. Pal apo e merr Kristinën për gruan tënde dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës së. Kristina apo e merr palin për burrin tënd dhe i premton se do të ruash besnikrinë në të mira, në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës së. Pëlqimin tuaj që ndërtuat para kishës, Zoti pranon në mesinëve dhe ndikon në ju pëlqimin e vet, çka ju bashkon njeriu të mos ndaj në mërtatet e birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Tani në vëzaj të kemi në unazëve. Zoti e bekoft këto namazat që të t'ja jepni njëri tjetrit në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Falenderoj namazin e Kristinës. Kristina këtë namaz që po ta adhuron pali, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Kristina mëre. Pali këtë nësë që të adhëran Kristina, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Lutje tjera, koronës së shenjtë, i kemi gjatë meshës shenjtë, e tani vazhdojnë në meshët, duke lutur Zotin që të bekon jetën e Palit dhe të Kristinës. Mund të ulemi dhe vazhdojnë në meshët. Dziękuję.
Lutën i vëllezër dhe motra që flia ime dhe juja të dele përqyshme para ky jetatët të gjithë pushtetshëm. Zote pravno flieri për dorëve të tua, aja dalë për ndere në ti të emrit të ti, si dhe për dobin tonë të mbarë ishës e ti të shumë. Pranoj sa lutjet tona dhe kushtet që po t'i paraqesim për ta shërtor të tu, të bashkuar me një beslidhje të shenjtë, bëjqën e saj të këtyre mistereve, të forconi dashurinë e tyre dhe në hirin tanë, në për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjen tonë. Për një mendesh për në dengë dhe drejtër të tyre jena dhe bërim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkondi. Ky o Zot atë shenjtë, hyj e gjithë pushtetshëm dhe mëshiror. Ti njeriun e krijuar për mirësi sate, aq par të lartësove, sa që në bashkimin e burrit e të gruas, në la përgjasimin e vërtet të dashurisë sate. Sepse atë që ti e krijove nga dashuria, ti nuk pushon saktuarin e ligjin e dashurisë, që të ketë pjesë në dashurinë tënde të amshirshme. Sakramenti i martesës së shenjtë shenjë dashurisë sate, shukuron dashurinë njerëzore në për Krishtin Zotin tonë, në për te me engjëj dhe me të gjithë shenjtët, po të këndojmë himnin e lavdi sate duke thënë pa pushim. Shenjtë, 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 Zotë i gjësisë, që dhe tope në lavdi tënde, Osana në rësi që vore. Në të vërtetë je shenjtë o Zot bërimi i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi, shenjtroj këtë dhuratë me hirin e shpirtit tanë, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jesu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mendimet, mori bukën, të falenderoj, e theu u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u krye darka, mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vet dhe tha: Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj sot duke e përkujtuar vdekjen e ngjallën e të birit tanë, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje dhe të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti i Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjerë në mendje sot për kishën tonë, të shpërndar në katër anët e botës, për sasën e dashuri, bashkë me papën tonë Franciskën, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë vlerin tonë. Le të bjerë në mendje dhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pëshuan nga shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë dhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, në Marinë Virgjën, Ylindëse, në Shën Jozetin, patën e saj, në shenjtërit apostujt dhe në të gjithë shenjtërit, që gjithëherë të pëlqyemi, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jesu Krishtin, birin tanë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin ty atë hyj i gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë,
të qovë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Me ratën të cilin në ka mësuar vetë Jezu Krishti, t'i drejtokemi atit tonë qellore. Ati ynë, që në qellë, të shenë trofë e mëllët, artë mbretëria jote, të bëllë mesa jote, si në qellë ashtë në tokë, rrugën tonë të përveçme, na jepë sot, na i falë faje tona, si falën dhe fajtora tanë, e mas në lërë të linë në turdim, por në lira dhe i kishë. Lëzër motrat e dashër, me lutje tona të thrasim bekimin e hyjet, mbi këta bashkëshar të rinj, ai që i pajisin në sakramentin e martesës, le të shoqëroj gjatë jetës në ndihmën e vetë. Pati shejt, krijuesi gjithësisë ti krijove burrën dhe gruan për gjasimin tënd, dhe bashkësinë e tyre mbushë me bekime të mëdha. Me përvojtëri po të lutemi për këta shërtor të tu që sot janë lidhur në sakramentin e martesës, mbi këtë nuse Kristinën dhe mbi bashkëshorten e saj Palin, ardh të Zot bekimet e pasër, dhe fuqia shpirtit shajt ndez zemrat e tyre, që të lumtur në martesën e tyre, ta stolisen familjen me fëmijë dhe ta pastrojnë kishën tënde. Në gëzimet të lërdojnë ty o Zot, në pikëllim të kërkojnë ty. Bëj të gëzojnë ndihmën tënde në vështërsi, dhe të sprovojnë praninë tënde në nevojë, të marrin pjesë në lutjet e kishës sate dhe të jenë dëshmitar të tu në botë. E kur të arrijnë pleqërinë e lume, bashkë me këta me që për i rrethojnë, të mbrinë në mbretërinë qellore, në për Krishtin Zotin tonë. O Zot Jezu Krisht, ju këta në apostejve të tu për e le paqen për ja paqen time, mos i shikam katet tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit të në paqa dhe bashket, ti që të në mbretnon në shekuj të shekujve. Paqa Zotit qëtë për herë me ju. Të shëndrojmë njëri me tjetrin shenjë e paqës. Ja qenë që hyjet ja që shfyrë në katët e botës të mëta që në të thirë në gëstinë e qenë. Kërë dhe qatë i Krishtë të ushë për jetën e pasosër. Amen. Korpi dhe gjakut i Krishtit, korpi dhe gjaku i Krishtit, korpi dhe gjaku i Krishtit. Korpi dhe gjaku i Krishtit. Mund të
Para se të themi lutjen e fundit, japim bekimin e Zotit. Dëshiroj që në emër të motrave të nderit, që shërbejnë të familje dhe në emër tim, të raj Palin dhe Kristinën, duke uruar bekimin e Zotit, që është gjithmonë tëmpër. Vazhdoni të jetoni me Krishtin dhe gjithmonë do ta keni mbështetjen e ndihmën e Tij. Jetën shpirtërore, nëse do t'jeni të pasur shpirtërisht. Hire dhe bekimet e Zotit do të vazhdojnë të zbrasin mbi ju, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e jetës. Urej gjithashtu edhe dy familjet, si familjen Delia, gjithashtu edhe familjen Kulgega, që nga Pogradeci, njëkohësisht edhe i përshëndes. Urej këtë mundësi që keni lidhur nëpërmjet fëmijëve tuaj, që Zoti ta bekon dhe gjithmonë ta keni bekimin e Zotit. Dhe uroj që edhe të kthehej mirë në familjet tuaja, ju uroj rrugë të mbarë, Zoti ju ruajt. Të lutemi. Po të lutemi, o Ky i gjithëpështetshëm, që hiri sakramentit të martesës, të rritet vazhdimisht në këta bashkëshortëri dhe që frytja i flisë që kemi kushtuar të ndikojnë në të gjithë ne, në për Krishtin, Zotin tonë. Është bekimi i veçantë për Palin dhe Kristinën, pastaj bekimi për gjithë ju. Jezus i Zot, që mori pjesë në dasmën e Kanës, ju bekoft ju dhe të gjithë të afërmit tuaj. Amen. Ai që deshi kishën e vet deri në fund, e ndikoft dashurinë e vet në zemrat tuaja. Amen. Bëll Zoti që të dëshmonin gjallën e Tij, e ta prisni me gëzim shpresën e jume, ju dhe të gjithëve që jeni këtë pranë, ju bekoft dhe ju ruajt hyji i gjithëpërshtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Mesha e ndihmoft, shkoni në paqe.
Urime martesën Talë dhe Kristina, vëllai i dashur, sot po bëhesh ëndër, duke hapur një kapitull të ri në jetën tënde. Deri sot kemi ndarë shumë gjëra bashkë. Na dukej sikur jeta pa njëri tjetrin nuk ka kuptim. Po edhe sot unë nuk ndjej se po distancohem nga ti. Përkundrazi do jem afër teje në këtë kapitull të ri. Dua t'ju shoh të dyve të lumtur shumë. Prandaj urime martesën. Jeta juaj qoftë e mbushur me kujtimet e mira dhe ëndrat e realizuara. Nga vllau Kastrioti Arjeta Ine dhe Gjergje. Thank you.